Trajneri Thomas Tuchel ka folur para ndeshjes Angli-Serbi. Ky takim do të luhet nesër në Wembley prej orës 20:45 dhe është i parafundit i vlefshëm për kualifikueset e Botrorit 2026. Tuchel u shfaqi motivuar në konferencë për shtyp jo vetëm për ndeshjen me Serbinë, por edhe atë të fundjavës në Tiranë ndaj Shqipërisë. A ndjeni se po eksperimentonin në ndeshjet e fundit? Ne përpiqemi të përshtatemi, por nuk ndjeva që po eksperimentonim në 2 grumbullimet e fundit dhe nuk do të fillojmë në këtë grumbullim. Ne e marrim seriozisht, këto janë ndeshje kualifikuese për Kupën e Botës në shtëpi. Duam të ndërtojmë mbi atë që kemi ndërtuar dhe të vazhdojmë përpara. Rikthimi i Bellinghamit dhe Foden i ngritëm në nivelet e standarde edhe pa ta. Jemi të detyruar të ndjekim standardet tona dhe të ndërtojmë atë që mund të ndërtojmë. Tani ata janë kthyer dhe është përgjegjësia tyre të kontribuojnë në këtë dhe kjo është ajo që po bëjnë. Standardet janë të larta dhe të qarta. Ne jemi tashmë të kualifikuar. Kjo nuk duhet të ketë rëndësi sepse luajmë kundër vetes sonë për standardet tona. Luajmë për nivelin ton. Fitoria në Beograd ishte kryesisht rezultati i cilësisë sonë. Zhvilluam një ndeshje shumë të fortë, nuk i lam të merrnin frymë. Tani ka një trajner të ri me energji të re, në të njëjtin grup të fortë dhe me një grup krenar lojtarësh, dhe ne duhet ta bëjmë përsëri lojën që bëm në Beograd, u shpreh trajneri Tuchel ndër të tjera.